Në konferencën për shtyp të mbajtur në zyrat pranë Federatës Futbollistike të Maqedonisë, trajneri i reprezentacionit Igor Angelovski shpalli listën e 18 futbollistëve për 2 ndeshjet miqësore, më 23 mars kundër Slovenisë dhe 29 mars përballë Bullgarisë. Pas 2 vite e gjysmë pauzë rikthehet në përfaqësuese Goran Pandev. Përveç tij, rikthehen edhe Bogatinov, Jahović, si dhe mesfushori Kumonovari Shkëndijës Armend Alimi. Dva isključitelno kvalitetni protivnik I ja kako što kažem. Dy kundërshtar mjaft kualitativ dhe insistoj që reprezentacioni im të luajë me përfaqësuese sa më të fuqishme të jetë e mundur. Sepse siç e dini, jemi pjesë e një grupi me skuadra të jetë kualitative dhe duhet të përshtatemi me kundërshtar kualitativ. E gjithë kjo për t'i pritur sa më të përgatitur kualifikuese. Grumbullimi I futbollistëve për ndeshjen me Sloveninë që do të zhvillohet në Kopër do të bëhet të hënën në Portorosh.